Paqja, siguria dhe bashkëpunimi ndërkombëtar ishin në qendër të samitit ndërkombëtar diplomatik të organizuar nga Agjencia Investigative Ndërkombëtare Stop Krimet në bashkëpunim me Unionin Diplomatik të Misionit për Paqe Botërore dhe të Drejtat e Njerëzit. Me moton së bashku për paqe, siguri, prosperitet dhe dinjitet njerëzor, samiti mblodhi në një tryez të përbashkët diplomat, ekspert të sigurisë, ambasador të paqes dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare nga Austria, Italia, Greqia, Gjermania, Zvicra, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe vende të tjera. Në fjalën e hapjes, ish diplomati Vangjel Mita uroi mirëseardhjen pjesëmarrësve dhe vlerësoi rëndësinë e këtij samiti si një platformë ndërkombëtare për dialog, mirëkuptim dhe ndërtimin e urave të bashkëpunimit mes popujve. Drejtori ekzekutiv i Agjencisë Stop Krimit Fatmir Sena, ekspert në luftën kundër krimit të organizuar, terrorizmit, trafikut të drogës dhe qenieve njerëzore, vlerësoi pjesëmarrjen e gjërë ndërkombëtare dhe theksoi se dialogu dhe bashkëpunimi janë themeli për ndërtimin e një bote më të sigurt dhe më paqësore. Ai gjithashtu u shpreh se samiti synon jo vetëm analizimin e sfidave të sigurisë ndërkombëtare, por edhe hartimin e strategjive të përbashkëta mes agjencisë, degëve të saj në botë dhe partnerëve diplomatik për forcimin e paqes dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Drejtori i Unionit Diplomatik të Misionit për Paqe Botërore në Austri, Ali Baqeri, ndau me të pranishmit sfidat aktuale të misioneve diplomatike dhe programet që synojnë promovimin e paqes dhe dialogut ndërkombëtar. Të nderuar zonjat e zotërinj. They are ambassador for peace. Ambasadori i paqes, We gather here today ne kemi ardhur sonte këtu to discuss on exchange views about the current situation in the world. për të diskutuar mbi situatat të ndryshme nëpër botë. Currently, we face a difficult situation in the world. Ne kemi parë shumë situata të ndryshme të konflikteve nëpër botë. The war between Russia and Ukraine, Si ajo që është situata e luftës midis Rusisë dhe Ukrainës. the war between USA and Iran, Si dhe lufta midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Iranit, the war between Israel and Iran, edhe midis luftës së Izraelit dhe Iranit, conflict in Middle East, and the war between Pakistan and Afghanistan. si gjithashtu edhe situata e konfliktit midis Pakistanit edhe Iranit. Why? Pse? Why war? Pse luftë? What is about war? Çfarë do të thotë për luftën? Çfarë është kjo luftë? War about interest. Lufta për interes, It is about interest for powerful country. a është kjo interes për vendet e fuqishme, It is about powerful weapons country for this war. apo është për vendet e tjera të cilat përbajnë armë? What happened with population in this country, in those countries? Çfarë ndodh me popujt në këto botë? What happened with children, Çfarë ndodh me fëmijët, with women in this country? me gratë në këto vende të luftës? Unfortunately, during this war, Fatkeqësisht nga kjo luftë, we see a lot of victims. ne shikojmë shumë Victims, viktima, ne shikojmë shumë viktima victims of refugee crisis, dhe ne shikojmë shumë viktima të emigrantëve, victims of human trafficking, viktima të trafikimit njerëzor, victim of migrant smuggling, edhe viktima të emigrantëve. and victim of international crime. Dhe janë viktima të krimeve internacionale. Here our role is very Roli important. jon sot këtu është As ambassador for peace, si një ambasador i paqes, we have a lot to do ne kemi shumë për të bërë. to find a solution Të gjejmë një zgjidhje të përbashkët for peace in the world. për paqen nëpër botë. Ndërkohë, Leonardo Curatolo nga Italia, i cili ka marrë pjesë në misione paqëruajtëse në Irak, Afganistan, Iran dhe vende të tjera, solli përvojën e tij mbi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në parandalimin e konflikteve dhe ruajtjeve të stabilitetit, veprimtaria e Agjencisë Stop Krimit në Greqi dhe bashkëpunimi me institucionet vendase u prezantuan nga drejtori i filialit të saj në këtë shtet,
Oggi è una giornata di luglio, una giornata estiva, avete lasciato le vostre famiglie Sepse sot është një ditë festive, është një fundjavë dhe ju keni lënë familjet tuaja per venire qui tutti insieme a parlare di un argomento molto importante. për të ardhur të gjithë këtu dhe për të folur për një argument shumë të rëndësishëm. Io per 37 anni ho fatto parte delle forze speciali italiane, Unë për 37 vite kam qenë pjesë e forcave speciale italiane, sono stato in Somalia, Afghanistan, kam qenë në Somali, në Afganistan, Iran në Iran, e credetemi, parlare, ho sentito in albanese, io non parlo albanese, però ho sentito delle parole, dhe më besoni që unë nuk flas shqip, por kam ndjerë fjalët, ho sentito parole come solidarietà, kam ndjerë fjalët si solidariteti. uguaglianza. Niente nella vita è scontato. Asgjë në jetë nuk është skontat. E pa llogaritë. Il diritto E drejta di un uomo Në punimet e samitit referuan gjithashtu Silvana Braçe, Heroina Ruçi, Dërë Migena Arllati, Daniela Xhelaj, Dërë Lulieta Hasani, si dhe Ferit Hoxha, kreu i shoqatës Atdetare Kulturore Benda. Samiti u mbyll me ceremoninë e ndarjes së titullit ambasador i përhershëm i paqes dhe certifikatave të mirënjohjes për personalitetet shqiptare dhe të huaja në vlerësim të kontributit të tyre në promovimin e paqes, të drejtave të njerëzit dhe bashkëpunimet.